Këtë vit kemi zgjedhur që si formë të komunikimit tonë ta bëjmë një realizim më ndryshe, ashtu siç e kemi nisë javën edhe më ndryshe me anë të një greve. Sot kemi vendosur ta mbyllim atë përmes një forme të drejtë për drejtë, më vizuale, më të prekshme për të gjithë dhe për të ilustruar dy prej sfidave më serioze dhe më të vazhdueshme të shoqërisë tonë, korrupsionin dhe krimin e organizuar. Prandaj përmes këtij aktiviteti konceptual kemi synuar të dalim përtej diskutimeve tradicionale, të dalim përtej kësaj dhe të ofrojmë një përvojë konkrete, vizuale dhe ndërvepruese për të gjithë, e cila e bën të dukshme koston reale që këto dukuri i shkaktojnë jetës së përditshme të qytetarëve. Koncepti që shihni sot është ndërtuar rreth 4 stacioneve tematike që e pasqyrojnë ndikimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit në jetën e përditshme, në qeverisje dhe funksionimin e institucioneve publike, në sistemin e drejtësisë, si dhe në stabilitetin dhe zhvillimin afatgjatë të vendit. Secili stacion e trajton nga një dimenzion të veçantë, duke kombinuar elementet analitike me një paraqitje vizuale për ta shndruar korrupsionin nga një nocion abstrakt në një realitet konkret dhe të prekshëm. Prandaj në këtë hapësirë, prej afër, secili mund të shohin se si korrupsioni dhe krimi organizuar ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme, përmes mungesës së energjisë elektrike, përmes rrugëve të dëmtuara, ushqimeve të kontaminuara, ilaçeve të pasigurta dhe problemeve të tjera që prekin secilin prej nesh. Po ashtu, krijimi i pabarazive shoqërore si pasojë e favorizimit të grupeve të interesit dhe abuzimet me paranë publike përmes prokurimit jo transparent bëjnë që kostoja e këtyre dukurive të jetë që ajo që e paguajmë drejt për drejt ne qytetarët e këtij vendi. Sistemi i drejtësisë mbetet hallka më e rëndësishme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe kur ky sistem funksionon si duhet, ai krijon mekanizmat e nevojshëm për parandalimin dhe ndëshkimin e këtyre fenomeneve. Megjithatë, ndikimi i korrupsionit mund të cënojë edhe vetë funksionimin e drejtësisë, duke e shndruar atë nga një instrument i drejtësisë në një burim të padrejtësisë. Dhe gjitha këto pasoja të marra së bashku çojnë në një përfundim të hidhur në dobësimin e perspektivës së shtetit dhe humbjes së shpresës, veçanërisht tek të rinjt, të cilët përballë mungesës së mundësive për zhvillim, punësim e jetë dinjitoze, pastaj zgjedhin largimin nga vendi. Dhe kjo gjeneron migrim të vazhdueshëm dhe zbrazje të kapitalit njerëzor në të gjitha kategoritë shoqërore. Pikërisht këto elemente kemi tentuar sot që t'i paraqesim në një mënyrë modeste, por sa më reale dhe të prekshme. Hapësira është konceptuar në atë mënyrë që secili prej jush mund të lëvizë lirshëm dhe t'i vëzhgojë, të pyesë dhe të reflektojë mbi të gjitha këto koncepte të caktuara, sepse korrupsioni dhe krimi organizuar nuk janë probleme abstrakte, por ato prekin familjet tona, shëndetin ton, të ardhmen e brezave të ri, të drejtën tonë për shërbime ndershme dhe për një shtet funksional. Dhe për t'i luftuar, së pari, duhet t'i kuptojmë dhe t'i shohim nga afër pasojat e tyre në realitetin e përditshëm. Njëkohësisht, ky aktivitet sot shënon edhe përmbylljen e javës kundër korrupsionit 2025, e cila ka nisur më 8 dhjetor, pra të hanën me motën Bashk kundër korrupsionit, dhe gjatë gjithë kësaj jave, koalicioni i organizatave tona, Instituti i Kosovës për Drejtësi, Lëvizja Fol dhe Iniciativa për Progres, kemi zhvilluar një sër aktivitetesh, përfshirë konferenca për media, tryeza diskutimi, publikime analitike, podcaste, aktivitete publike dhe fushata sensibilizuese në rrjetet sociale. Qëllimi ynë ka qenë i qartë, rritja e transparencës, forcimi i integritetit institucional dhe nxitja e një kulture të qëndrueshme të llogaridhënies. Në kuadër të kësaj jave janë publikuar edhe raporte të rëndësishme, të cilat mund t'i gjeni edhe në kuadër të kësaj hapësire sot, duke përfshirë performancën e drejtësisë në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit, anulimet si forma e heshtër e keqpërdorimit në prokurimin publik, llogaridhënia përballë skandaleve qeveritare, mbrojtja e sinjalizuesve në Kosovë mes ligjit dhe realitetit, korrupsioni si shkelje të drejtave të njerëzit, deklarimi i pasurisë, gabimi gjyqësor që hoqi përgjegjësinë ndaj shkelësve të ligjit, pavarësia dhe efikasiteti i OSHP-s ndërmjet zbatimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit. Këto publikime jo veç që kanë identifikuar probleme konkrete dhe të vazhdueshme të korrupsionit në Kosovë, por kanë ofruar edhe rekomandime të qarta dhe të zbatueshme për adresimin e tyre.